Se pa faleminderit për ftesën, mirë se ju kom gjetë mirë. Natyra, po e nisi fillimisht na tregu pak për veten, sa vjeç je, edhe gjithashtu ku jeton aktualisht, sepse mendon që jeton jashtë, po më dhon pak detaje edhe shikuesve. Po, unë jam Natyra Verhapi, jam 12 vjeçare, i shkoj në klasën e 7. Nuk jetoj në Kosovë, jetoj në Sloveni. Jam prej fshatit Zatriç, komunës Travecit, jetoj në Prizren. Jam lindur dhe rritur në Sloveni. Po, edhe... Ke lindë dhe vazhdon pra me jetu në Sloveni. Po, vazhdoj me jetu në Sloveni. Po, si është jeta jote atje? Është mi shkollon atje, shkoj në shkollë, familjen e kam atje. Edhe kur kena pushime, për shembull vina në Kosovë, tash si për shembull si sot që kom ardhur. Edhe atje i kanë krejt familjar me xhallar e me halla me krejt. Kështu që po mirë e kam atje, se nuk e kam probleme as kur gjë. Çka të pëlqen më shumë? Merrna me muzikë, edhe me shkollë normal. Më sport, volleyball kam më shumë të. Edhe po shkoj në kurs muzikës, normal, edhe po. Kur e ke zbulu, sepse e përmende pra që merresh edhe me muzikë, kur e ke zbulu që të pëlqen kënga? Për zvoglimit, shumë unë ka pëlqy, familjarët më kanë kallëzu se e kam zonën e bukur dhe me ja fillu me morë me muzikë, me përvua, po. Po. Edhe ja kom nisë me asi edhe të gjithë me kanë thonë që e kam zonën e bukur, kështu që... Kur ke këndu për herë të parë? Atë kujtohet? 10 vjeçare. 10 vjeçare? Para 2 vjetë. Po, edhe që aty e ke zbulu që mundesh me vazhdu tutje me u marrë si profesion. A mendon me vazhdu si profesion me këngë? Po, normal se kam me vazhdu si profesion. Çfarë lloj këngësh të pëlqejnë më shumë me i këndu? Tash të çfarë balada më shumë, se më kam thënë që e kam zonë më shumë për balada. Për vendin tim patriotike, edhe pop, shqip, anglisht, të çfarë, edhe në gjuhën e huaj slovenisht normal që kom kënu atje. Ke kënu edhe në gjuhë slovene, po? Na për shkolla, ku kene pas në festivale, kena kënu edhe kam ftu. Po. Ke qenë pjesë dhe e festivale ndryshme. Cilat festivale ke qenë pjesë? Kosovës, tash për shembull kena festu tash për shembull me 28 nëntorin, me 17 shkurtin, me kam ftu me kënu kongën e gjyshit edhe drenica ime. Po, nëse e ke përmend pra edhe në Sloveni, ke qenë pjesë e festivale apo jo? Cilat atë kujtohet ndonjë që të kalon ndaj emocion të veçantë? Po, kur dola në skemë për herën e parë, isha shumë emocionueshme, edhe të gjithë familjarët e këm po përpare, kështë që e po. Po, edhe, kush ka përkra ma shumë në këtë rrugë? Familja jem, mësusja e muzikës, gjithashtu që faleminderoj shumë. Edhe krejt, shoqënia, të gjithë me kanë shty përpara, kom pa gjithë dashuri për familjes. Po, edhe nëse folim për këtu, a ke ndonjë këngëtar apo këngëtare që t'inspiron? Po, si për shembull Yll Limani, që ka këngëtar shqiptar, prej Dua Lipën, që këndon jashtë, ama është e Kosovës normal. Ke pas, nëse para se me kalu te kjo kënga për gjyshin, po du me të pitu pak, te Ylli, a ki naj këngë që të pëlqen? E Yllit, që ki për qefi? Po, tash e ka qitë albumin e ri, po krejt në pëlqen, si Faj, ose Larg. A edhe na i pjesë të kongës që më na i kënun pak të në refrejnën ose diçka? Po. Cilën dushte? Larg, për shembull. Okej. Me këndu? Po. Më kanë thonë kur o larg, prej syve largë, një zemëra e hun, pe du pa ta, jam ka thena ngat, pe du edhe kur o larg. Bravo.
Kjo kohë ke gjetë një këngë këgjë emocionuse veç. Po do me qëndru pak të kjo pjesa e emocioneve. E ke bo dhe një këngë për gjyshin? Apo? Po. Po, a më nëshme na fol pak a shumë? Po, gjyshin ma kam vra kohë të luftës në fshatin Pastasel, si unë ka ra me pa. Ka po kësës jashtë ja kum bo muzikën për ata, që po që ma kam vra apet. Po, më thonë, ja ke dediku gjyshit që nuk e ke arrit me taku. Po. Edhe, a ka qenë emocionuse? Shumë emocionueshme, edhe ja kum këtu për normal atina edhe gjithë familjarët jonë konë shumë emocionueshme se e kum këtu kongë normale, e kum këtu nga për festivale tjera apet, se apet për shemëll për pavarësit Kosovës, Shqipnis, me kam këtu me këtu po. Po, dhe qysh ka lind ideja për me i dediku një kongë gjyshit? Që për shemëll ta unen edhe nuk e kum pa, edhe se ma kam vra me maj si kujtim gjyshin, mos me harru, me a dit vlerën, edhe i normal ja kum bo për qefi, edhe për gjyshin tema, ja kum vë. Qa ke dosht me i thonë gjyshit për mes kësoj konge? Që e du shumë normal, na mungon, edhe zdo t'ja harrojnë kur. Po, edhe se ku vetë mund të komu përdojnë e gjyshin, kështë është pak emocionuse me full dhe me diskutu për mbështetjen e ti. Po, qysh janë një kur e ke kënu për herë të parë? Shumë jënë kom pak se stresume se normal hera parë, ama shumë jëmë një krenare, edhe të gjithë me kanë dhënë dashuri, edhe familja, shoqënia, si që thashtë edhe me herët, po shumë mirë mua, po. Po, a na i thu naj pjesë të kësaj konge që e ki për gjyshin, pra qa do që ty do këtë ma e arsyshme? Po me këndu? Me këndu. Që janë këtu hije të bardha, që ma përshkrojnë malin, cila do vrastare, unë ta vret plis bardhin. Po, që pjesën dhe... Po, dhe qka kështë dosht me thonë fëmive që e kanë kalu në momentet vështira, pra që qoftë kjo që t'i ki për gjyshin, po dhe të tjerë, qka kështë dosht me thonë fëmive? Që normal mi dasht mos me harru kur historinë e gjyshish, mos me harru, me a dalë normal. Me majtë mos me harru kur, edhe në qëse si ki pa normal. Po, natyra, a mund është pak a shumë, sepse po du me dëgju këto në fund pra, e këndojme edhe njëherë pak ma gjatë këtë pjesën e këngës për gjyshin, po nëse folim ende për këto, për pjesën e muzikës edhe qyshti lidhësh me muzikën, sot ndihmon kjo me i shprej emocionet e tua? Unë ndihmon shumë me i shprej emocionet e mija, kështu që me muzikë normal i shprej krejt si me fjallë, edhe nina shumë krenar që e kalzoj edhe normal emocionin të me këngë gjyshit, si nina. Po, a i përdor muzikën për me i shprej edhe emocionet tjera? Po, e përdore edhe për emocionet tjera me shprej. Shpesher e përdore, po, normal. Cilat janë ëndrat e tua dhe e ardhmja? Ku e shë pra ti të ardhme në muzikën? E shë mas pari për mua me mnuk përsa ma shumë njerëzit, edhe për më konë artistë e madhe, edhe e shoh vetën në skena më të mëdhaja. Po, cila është ëndra jote pra më e madhe si këngëtare? Se cila këngëtare kishe dosht me u bo në të ardhmen? Dua Lipa. Si Dua Lipa, në skenë ndërkombëtare? Po. Edhe me na përfaqësu mënyrën më të mirë të mundshme. A di ndonjë pjesë të këngës Dua Lipës? Cila këngë të pëlqen për Dua Lipës? Nuk e di ato, veç e di se adin, o kam qefë më bosja jo. Ki qefë më bosi Dua Lipa. Nëse foljem për projektet të tua në të ardhmen, po flasë për këngë të tjera, qka na pret për natyres? Janë të tash një projekte kam për Gurbe Qarte, kjo kom njësë me bo, tash edhe pak kena me qitë, po tash normal kam i qitë edhe do muzikë qera për najkon, edhe po. Mëllën edhe për Gurbe Qartë kime bo një këngë. A ki tekstin?
tekstin po e kom bo, tash e kena ingjizu për spot edhe tash kena me qitë dhe najtit. Po, tash për du valla pak ma gjatë të një pjesë të kongës, na i këndon kështu ta kemi do me dëgju për gurbeqartë, se më i me thonë që gurbeqartë i kemi kështu të zemrën e Kosovës. Pa ta, i këgja të rëndësishëm janë. Natyra, po dëgjojmë. Me threto ka ku linda, pata ndra që surita, me familje erdha ngurbet, këtu zemrën se kam qet. Po shondra për gjdo nat, si vendlindja mbet e that, shkret shtepit atje kam bet, babenam pa fmit e vet. Më duket e pas këtë përmbledh fix, pra ajo me di kur i largohen gurbeqarët, besin pa ta fërmit e tyre. Po, teksta shumë i mirë. Gogja emocionu, se vete ke po teksta, apo të ka ndihmu dikush? Ideja ti ku më jepone, apo normal se tash më kanë ndihmu me bo tekstin, po i kun kallzu adin për shka, po kanë qep me bo adin për kon. Ku me u fokusu? Po, ku më fokusu ma shumë, e po edhe ata normal se më kam ndihmu. Po, kur nuk këndon, natyra çka të pëlqen me bo? Kam që vizatim. Me vizatu? Po me vizatu. Normal më morë me shkollë, anglishtën, për me sport. Si për shembull volleyball, po. Po, edhe me volejbol, a mendon që me vazhdu tutje, pra, apo dëshiron që këtë në të ardhmen tonë me fokusu ka muzika? Volleyball për mu si hobi, ama atëherë normal me muzikën ka qenë më shumë fokusu, se normal duhet me pat edhe kohë për veti më për që sene tjera. Po, para se me përmbyll me këngën për gjyshin, po du me të pyet edhe për një mesazh për trinjt, për shikuesit, për gjithë ata që dojnë me marrë me muzikë, pse me zgjedh me marrë me muzikë natyra sipas teje? Se i përshkruan gjenat e tua, se nuk i nevoja me fjalë, me konga, normal. Është edhe e shumë i mirë muzika, tash po. Ndihmon pra për me i shpreh emocionet. Po, ndihmon me i shpreh emocionet, po. Faleminderit shumë natyra për gjitha këto diskutime, për gjitha këto dhe shpresoj që ke pas shumë suksese në të ardhmen edhe me të pa, dhe pse jo është nalë si tani mos na harron neve si këta për të buhen të famshëm me ardhë në test të dy tona. Natyra, përmbyllim pra me një pjesë të këngës për gjyshin, që e shet ti pra pak nga trukës që dojnë gjithë kongën, që dojnë pak ma gjatë një pjesë, edhe përmbyllim pra me natyra. M'ka fol baba shumë për ty, në parajsu ta kofshim të dy, kam dash bishkët me mi mësu, plame mi tregu, djeli shëndri prap në zatriq, shkelqen malet në liri, për Kosovë tire martir, mos me pa këtë ndrobri. Natyra, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Për kohën. Dhe me kaq dashur shikues, po e përmbyllim edhe këtë pjesë të emisionit, sepse normal që edhe është emocionuese kur vlosim që përmenda pra pak më herët që ka shumë pak që e ku